Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë me gazetarët nga Selia Blu foli për takimet e Ervin Salianit me më të votuarit e Partisë Demokratike në procesin e primareve. I pyetur për qëndrimet e tij lidhur me këto takime që Ervin Saliani ka zhvilluar me më të votuarit, Berisha tha se çdo aktivitet që zhvillohet jashtë forumeve të Partisë Demokratike nuk mund të ketë ndikim në këtë të fundit. Gjithashtu, ai u shpreh se çdo aktivitet jashtë forumeve është strikt privat, pa asnjë efekt në Partinë Demokratike. Asnjë aktivitet jashtë forumeve të PD-s nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në PD. Çdo aktivitet jashtë forumeve është strikt privat, pa asnjë lidhje me PD-n. PD është parti me statut, institucione dhe forume. PD do të ketë një debat të hapur për cilin do antarë dhe drejtues. Për qëllime private personale, organizohen takime, janë vetëm në interes të tyre dhe nuk kanë asnjë lidhje me partinë. Ky rregull është për çdo forcë politike në botë, thot Berisha. Megjithëse cilëson një aktivitet për interesa personale, Berisha nuk ju përgjigj pyetjes nëse do t'i përjashtonte pjesëmarrësit në foltoren e Ervin Salianit, janë në funksion të këtij apo atij interesi. Kjo mbetet për tu parë. PD ka kryesin, Këshillin Kombëtar e deri te seksioni. Të gjithë kanë filluar të mblidhen për të bërë analizën e punës. Partia Demokratike ka dy objektiv kryesor. Së pari po denoncon çdo ditë mega aferën korruptive të tunelit të Llogaras, së dyti po merret me analizën e punës së saj pas vlerësimit ndërkombëtar që damkosi zgjedhjet e 11 majit, thot kryedemokrati Berisha.